Skepticizmi të rinjve në vend për Bashkimin Evropian është gjithnjë në rritje. Përkatësisht të rinjt janë për Bashkimin Evropian, por gjithnjë më shumë e humbin shpresën se Maqedonia e Veriut do të bëhet së shpejti vend antar i Unionit, tregon publikimi ballafaqimi me euroskepticizmin e të rinjve në vendet nga Ballkani Perëndimor me fokus në Maqedoni. Bojan Kordalov, komunikolog dhe drejtor për politika dhe komunikim në Qendrën Evropiane për Ekselencë Meseli në Bruksel, e ka përshkruar këtë gjendje si serioze, duke rekomanduar që të punohet për të ndryshuar atë, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për status si antarësim, por bëhet fjalë para së gjithash për përfitime që i kanë të rinjt përmes programeve të ndryshme evropiane. Sipas këtij ulëmtimi, 84.6% e të rinjve shohin korrupsionin si pengesën kryesore për integrimin në BE. Me njëherë pasaj vinë konfliktet bilaterale dhe mungesa e besimit në institucione, faktor që tregojnë se të rinjt e shohin situatën e brendshme politike si një sfidë kyçe për afrimin me BE-n dhe ata presin hapa të guximshëm nga institucionet për të luftuar korrupsionin si bazë për kushte më të mira jetese dhe për të qëndruar në vend. Në vetë publikimin flasim për shumë alternativa dhe mundësi. Megjithatë, fokusi kryesisht është vendosur në atë se ajo çfarë ata kërkojnë si të rinj është luftën kundër korrupsionit që ndodh. Megjithatë, duan të shohin më shumë, sepse ajo është mënyra më e mirë se si ta kthejnë sërish besimin në institucionet e tyre, ndërsa me këtë edhe besimin në rrugën eurointegruese. Mëtej, masat e tjera dhe metodat që nënkuptojnë përfshirjen e tyre në agjendën e institucioneve, por edhe të institucioneve europiane. Ndërkaq deputetja e VMRO të PMN-s Dragana Bojkovska deklaroi se të rinjt e shohin mosmarrëveshjen bilaterale si një pengesë të madhe për progresin. Sipas saj, mesazhi i tyre është i qartë, ata duan shanse të drejta dhe të barabarta për antarësim, ashtu siç kishin të gjitha vendet e mëparshme kandidate. Politikat për të rinj nuk paraqesin një apo dy fusha, që më së shpeshti bazohen në arsim apo në sport. Gjithçka që ndodh rreth nesh do të thotë edhe politikë rinore, rrugë më të mira, kushte më të mira për jetesë në mjediset lokale, kushte më të mira për kulturën dhe shëndetësinë. Për mua është shumë i rëndësishëm arsimi që të kemi kuadro të rinj profesionist, të cilët do të jenë konkurrues në tregun e punës dhe mund të përmirësojnë dukshëm cilësinë e jetës së tyre. Sipas një ankete të bërë më herët nga Instituti për Qeverisje të mirë dhe perspektiva euroatlantike, Qendra Evropiane për Ekselencë dhe Fondacioni Gjerman për Liri Friedrich Naumann, rreth 46.5% e të rinjve të anketuar nuk besojnë fare se Maqedonia do të bëhet pjesë e BE-s, 35.8% pranojnë se integrimi i Maqedonisë në BE do të ndodhë, por në një të ardhme më të largët, ndërsa vetëm 6.7% mendojnë se kjo mund të ndodhë brenda 5 viteve të ardhshme.